Live from Tirana. Live from Tirana. 11:10 është ora eksakte në këtë moment. Ju ripërshëndesim nga pjesa tjetër e Live from Tirana për ditën e sotme në këtë të premtë të datës 30 maj. Unë jam Ronaldo Sharka, në pultin e transmetimit ndodhet Danko DJ, i cili përzgjedh për ju këngët më hit të momentit dhe jo vetëm, ndërsa tashmë do të flasim në fakt për dy gjëra paralele shumë të rëndësishme që lidhen besoj ngushtë me njëra tjetrën: turizmi dhe punësimi, ose më saktë turizmi si motor i rëndësishëm i punësimit. Dhe për diskutuar me këtë me në studio është Arber Xhihani, ekspert punësimi. Mirë se vjen në program. Përshëndetje. Se herë në fundit në mbyllje të programit të ngatërova dhe thash ekspert turizmi, por jo. Ishte ogur mirë, kështu që do të diskutojmë. Arber, mirë se vjen në program. Pse janë kaq të lidhura ngushtë me njëra tjetrën turizmi dhe punësimi? Dhe sa mirë shkojnë këto dy sektore me njëra tjetrën aktualisht në Shqipëri? Mendoj se Shqipëria aktualisht ka gjetur pikën e fortë që mund të ketë në ekonomi, që është pikërisht turizmi. Dhe të gjitha, le të themi, e gjithë vëmendja është vendosur në zhvillimin e këtij sektori, të paktën për 2 apo 3 vitet e fundit. Dhe çdo investim apo promovim i Shqipërisë brenda kufive apo dhe jashtë kufive ka qenë me fokus turizmin. Dhe kjo ka sjell një rritje të kapaciteteve mikpritëse për sa i përket turistëve të huaj, çka përkthehet menjëherë dhe në rritje të vendeve të punës dhe në përmirësim të tregut të punës së brendshëm. Dhe normalisht rritja dhe fuqizimi i turizmit do të sillte edhe një përmirësim apo një fuqizim të kushteve të punës që sipërmarrjet vendase apo dhe investimet e huaja të cilët po bëhen në sektorin e turizmit do të sjellim për punonjësit shqiptar. Ka kërkesë të lartë për punonjës, sidomos në sektorin e turizmit, ka mungesë, është një problematikë që të gjithë sipërmarrjet që janë të lidhura drejt për drejt apo ndoshta edhe jo drejt për drejt me turizmin, po angazhohen për të formuar apo për të gjetur pikë së pari, por edhe për të formuar dhe për të mbajtur në një marrëdhënie të qëndrueshme punësimi atë fuqi punëtore që mund të angazhojnë, sepse po bëhet gjithmonë më vështirë që të kalosh çdo sezon turistik apo çdo vit duke kërkuar punonjës të ri, të cilët duhet i formosh, duhet i trajnosh në mënyrë që të ofrosh atë shërbimin e kërkuar nga turistët e huaj. Shumë mirë the, jam shumë dakord me ty dhe duket që kjo gjë po zgjidhet kohë të fundit me staf të huaj, kryesisht filipinez. Jo më larg se para disa ditësh Arber isha në një restorant shumë të njohur në Tiranë dhe stafi kamarierëve aty, se ishte restorant shumë i madh, ishin filipinez. Çfarë do të thotë kjo? Është gjë e mirë apo gjë e keqe? Do të thotë që shqiptarët nuk duan të punojnë, do të thotë që fuqia punëtore e shqiptarëve ka zgjedhur të largohet nga Shqipëria për të punuar në vende ku rrogat janë më të larta dhe vinë filipinezët që rrogat shqiptare i duken wow. Jo, dhe filipinezët që po vinë nuk është se kanë kërkesa shumë të ulta për sa i përket pagave. Pagat në këtë sektor. Po pse përfundojnë bizneset shqiptare shumë të tillë në fakt? Jo vetëm në jug, po edhe në Tiranë, po përfundojnë tek stafi huaj, indian, filipinez. Sepse është një zgjidhje e shpejtë, e cila i garanton atyre edhe një staf të trajnuar. Vende si Filipinet apo Tajvan, Tajland kanë personel të kualifikuar sepse kanë dhe një histori për sa i përket turizmit dhe në momentin që ato vinë janë më një herë të aftë për t'u angazhuar me punë. Janë dhe zhvillimet e fundit që kryesisht turistët janë të huaj dhe problemi i gjuhës nuk është më aq i ndjeshëm apo problematik për sa i përket angazhimit të stafit të huaj, komunikimi me to mund të jetë fare lehtë në anglisht. Problematika është që ka pasur emigrim shumë të lartë në vitet e fundit. Kemi pasur një disbalans për sa i përket pagave të paktën deri në 2 apo 3 vitet e fundit, krahasimisht me vendet e Bashkimit Evropian. Por ky hendek tani po vjen dhe po ngushtohet dita ditës sepse pikërisht këto investime në sektor strategjik siç është turizmi me vende pune të garantuara, pasi kanë garancinë që sezoni turistik pritet të jetë i suksesshëm, i ofron normalisht dhe paga më të larta. Dhe mendoj se të rinj do të vinë vit pas vitit duke shtuar dëshirën e tyre për t'u angazhuar pikërisht në këto vende pune në sektor si turizmi. Gjithashtu sektori i turizmit nuk duhet parë drejt për drejt vetëm me vendet e pune që mund të hapin restorantet apo hotelet apo strukturat akomoduese, por i jep mundësinë dhe të rive që ndoshta mund të ketë një shpirt sipërmarrësi të angazhohen me
guida turistike apo me hapje të agroturizmit. Tashmë po kemi agroturizme kudo, po dalin si kërpudhat pas shiu në çdo qytet dhe është fati i mirë i Shqipërisë që ndoshta mund të ofrojë një strukturë jo domosdoshmërisht në Bregdet, por një strukturë në një ambient malor, por në të njëjtën kohë jetë 30 minuta larg detit, apo të ofron një larmishmëri kushtesh të mira qoftë për turistët, pasi mund të angazhohen me një aktivitet jo vetëm në Bregdet, por edhe në doje të tjera turizmi kulturor, turizmi malor e tjerë. Por njëkohësisht mundet që në çdo hapësirë të saj të ketë iniciativa personale të kujdo për të përfshirë në sektorin e turizmit. Qartë. Mirë, Shqipëria çdo ditë më shumë prej vitesh etiketohet nga media ndërkombëtare si perle turizmi dhe promovohet si e tillë, por do të diskutojmë një herë pas reklamave se sa kjo gjë, pra kjo Shqipëria me kaq shumë perle është kthyer në një motor të fuqishëm të punësimit, por jo vetëm gjatë verës, por gjatë gjithë vitit. Fillimisht shkojmë në pak reklama dhe rikthehemi shumë shpejt në studio. Në program 11:21 orë eksakte në këtë moment. Për ju që sapo jeni stacionuar apo keni ndezur radio, jemi duke diskutuar për zhvillimin e turizmit së fundit në Shqipëri dhe lidhjen e tij të ngushtë me rritjen e punësimit si një motor i fuqishëm i sektorit që sa përmenda. Ndërkohë me Arber Xhahaj në studio, ekspert punësimi, e lëm aty përpara se të shkojnë në reklama që për vite Shqipëria reklamohet si perle e Ballkanit, perle e Europës, një promovohet nga CNN e të tjera media ndërkombëtare që duhet vizituar dhe absolutisht ne kemi rritje të turizmit, por sa ka ndihmuar kjo gjë, rritja e turizmit dhe promovimi që i bëhet her pas here në zhvillimin e motorit të punësimit, një sektor shumë i rëndësishëm gjatë gjithë vitit, se duket se kur ky interesi për të punësuar më shumë njerëz dhe për të pasur rroga më të mira për sanitar në hoteleri apo për staf kuzhine në resorte në jug, është gjatë verës. Kur do të shkojmë tek për ta kuptuar pak në shifra këtë që sapo tham, duhet të rikthehemi pak më herët, të paktën 10 vite më herët. Po dëgjoja para disa kohësh një intervistë ekspertëve të turizmit para 10 viteve. Okej. Reklamonin si një arritje lidhjen e kontratave me turistë kryesisht të moshës së tretë, të cilët vinin dhe vizitonin Shqipërinë. Pensionistët që vinë në Golem, vinë pikërisht jashtë sezonit veror për të kaluar ato pak muaj dhe kishin shifra 500.000 apo 600.000 turistë në vit. Ndërsa tani kemi kaluar në shifra 12 milion apo 14 milion që pritet të vitin e 2025. Janë turistë që shpenzojnë, sepse këto turistë polak në pension që vinë në Golem thjesht bëjnë atë paketën në all inclusive. Është i fiksuar dhe tashmë dihet se çfarë dhe nuk dalin madje as nga resorti. Pikërisht. Dhe pikërisht kjo rritje eksponenciale e numrit të turistëve është përkthyer drejt për drejt në rritje të kërkesës për punësim, qoftë punonjësve shqiptarë dhe në rastin kur ka pasur mungesën e punonjësve shqiptarë në marrjen e punonjësve. Kur do të bëhet ky balanci mes verës dhe dimrit apo kur të balancohet turizmi veror me atë dimëror? Jo, ka pasur shumë le të themi përgatitje për ta kthyer turizmin nga një turizëm sezonal në turizëm të qëndrueshëm. Jo më larg se 2024 u hartua edhe një strategji kombëtare e turizmit 2024-2030, pikërisht për të lidhur të gjitha bukurit apo të gjitha ofertat që mund të ketë secila zonë në Shqipëri dhe për ta lidhur atë me pjesën e turizmit sezonal dhe për të zgjatur angazhimin e turistëve në Shqipëri jo vetëm gjatë muajve të verës, por edhe përtej saj. Duhet themi që edhe sezoni i turizmit veror është shtrirë tashmë, nuk është më vetëm në 3 muajt e verës, por fillon në fund të prillit dhe nëse koha është mban dhe jemi me fat se kemi një mohë të mirë, kalon përtej tetorit. Kështu që kemi të paktën mbi 6 muaj kemi një angazhim të vazhdueshëm të turistëve dhe kjo përkthehet edhe në një angazhim të vazhdueshëm të punonjësve. Aktualisht në vitin 2024 kemi pasur mbi 380.000 të punësuar në sektorin e turizmit apo në shërbime të tjera që lidhen me sektorin e turizmit, kështu që janë shifra shumë të rëndësishme për ekonominë shqiptare dhe sidomos për tregun e punës në Shqipëri. Arber, un kam një parim që kur gjërat fillojnë të ndryshojnë, mos sot notosh, ndryshe do të mbytesh edhe nuk do të jesh në
në ritëm me kohën dhe duke qenë se gjërat në Shqipëri po ndryshojnë dhe turizmi është ditë ditës në rritje, për të gjithë dëgjuesit që na dëgjojnë në këtë moment apo ato që do e shohin më vonë intervistën në YouTube, si mund të bëjnë lek me këtë rritje në turizmit? Pra, dhe thon kjo, kush janë profesionet që mund të përfitojnë më shumë nga rritja e turizmit përpos faktit të resorteve, kamarierëve, kuzhinierëve, po njerëz që mund të krijojnë ide të tjera biznesesh, ku diun taksit personalizuara, nuk e di. Domethënë, kush janë profesionet që mund të përfitojnë më shumë nga rritja e ardhjes së turistëve? Në panairin e turizmit që u bë në mars, ku dhe Shqipëria pati promovimin shumë të bukur si vend mikpritës në panair, pash që kishte një interes shumë të shtuar për sa i përket guidave turistike. Përtej angazhimit në resort apo në bregdet të turistëve ishin shumë të interesuar për të mësuar rreth bukurive malore që ofron Shqipëria apo guidave ditore apo javore, të cilët ofronin lëvizje të vazhdueshme të turistëve në disa sajte të Shqipërisë, sidomos për turizmin kulturor. Dhe aktualisht po shikohet që turizmi po lidhet gjithashtu dhe me shërbime të tjera siç janë shërbimet mjekësore. Ka pasur shumë drejtime të cilat janë lidhur me turizmin dhe normalisht po bëjnë atë bashkëpunimin e duhur për të mundësuar që numri i turistëve të vijë. Në momentin që një turist vjen në Shqipëri, jo pak raste bën një kombinim të qëndrimit të tij për qef, por njëkohësisht të bëjë dhe vizitat mjekësore në një dentist apo tani është në modë edhe mbjedhja e flokëve apo operacionet e tjera. Mbjedhja e flokëve, kryesisht shërbimet dentistrisë janë pikërisht, kështu që të gjitha këto janë, le të themi, drejtime të reja që kanë dalë vetëm në 2 vitet e fundit dhe po marrin një jehon për te kufive të Shqipërisë. Kushdo që ndjehet me një shpirt sipërmarrësi, është fare e lehtë që të aplikojë edhe për ndonjë financim apo ndonjë grant nga zyrat e punës apo besoj dhe nga Ministria e Ekonomisë, pasi ka pasur thirrje të vazhdueshme për të dhënë ide të reja për promovim të sipërmarrjes lidhur me turizmin dhe gjithashtu lidhur dhe me pjesën e mbrojtjes së mjedisit për sa i përket zonave turistike. Kështu që të gjitha këto mundësitë mendoj se janë një tërheqje ndaj të rive të mendojnë angazhimin e tyre të vazhdueshëm në turizëm dhe pse jo, ta largojnë ato idenë e emigrimit. Duhet thënë që Shqipëria është një vend që ka problemet e saj, normalisht problemet janë kudo, nuk janë vetëm në Shqipëri. Por do duhet që ne të fokusohemi më tepër në pikat e forta që të mundson Shqipëria dhe të punojmë në këto pikat e forta për ta promovuar atë. Dua të citoj një thënie të rrallë që ka thënë Berlusconi, ku nuk përfshihen bukuritë e femrave apo aftësia e tij me femrat. Në një thirrje në Senatin italian, ai u drejtua të gjithë dhe tha: "Nëse do të flasim zi për Italinë, do të përfundojmë që ta bëjmë të zezë." Kështu që dhe në Shqipëri, le të lëmë njan problemet i dim, do duhet që të punojmë për t'i kapërcyer ato dhe le të promovojmë anën pozitive të Shqipërisë. Dakor, por këto probleme edhe nëse nuk fliten pastaj thjesht është mirë për qeverinë dhe harrohen dhe linjën aty se thonë pastaj kur populli nuk kanë kohë. Po, problemi është unë mendoj që duhet gjetur një mesmeart, pra edhe të flasim për problemet, por edhe të flasim për pikat e forta, patjetër. Mendoj se po flitet shumë më tepër për problemet dhe kjo ndoshta ndikon dhe në mendësinë e çdo qytetari që shikon zgjidhjen e parë largimin nga Shqipëria dhe nëse do të largohemi të gjithë nga Shqipëria, kush do të qëndrojë këtu? Jo, dakord jam unë, por edhe të rezervosh një apartament 300 euro nata në mes të Barcelonës dhe një dhomë luksoze hoteli në jug të Shqipërisë të gjen 500 euro, njerëzit fillojnë të bëjnë llogaritë, se thon pastaj kur unë e kam vizituar këtë jugun, pse mos vizitoj vende të tjera të botës. Kështu që qëndron dhe kjo. Flasim hapur. Po, qëndron dhe kjo absolutisht. Kush janë sfidat kryesore që pengojnë investime serioze në turizëm arbër, që lidhen pastaj në mënyrë direkte apo indirekte në numrin dhe cilësinë e vendeve të punës? Së pari do duhet të ketë një strategji të mirëfillt që të fillojë që nga arsimi profesional që lidhet drejt për drejt me turizmin, sepse ka një mungesë të stafit dhe kjo shpesh herë bëhet dhe pengesë për investime serioze në sektorin e turizmit, se në momentin që ti ke mungesë stafi, shpesh herë përballesh me pamundësinë për t'i ofruar këto shërbime ashtu siç duhet dhe sidomos në këtë momentin ku Shqipëria ndodhet aktualisht, që po i drejtohet edhe një turizmi elitar, ku normalisht do duhet të implementojë disa standarde shërbimi shumë më të larta se sa ishte mësuar më herët.
dhe kjo normalisht kërkon staf të kualifikuar dhe të përgatitur për të ofruar këto shërbime. Dhe mendoj se këto janë problematikat kryesore që duhet të mirë mendohen nga ana e politik bërësit apo institucioneve, në mënyrë që të bëj atë përputhjen ideale midis arsimit dhe përgatitjes stafit të duhur për dhënien e shërbimit në sektorin e turizmit. Dgjoj, e di çfarë bëri shumë përshtypje, pak ditë më parë u mbajt ky eventi sportiv, një traditë italiane, Giro d'Italia, edhe shumë unë lëviz çdo ditë me makinë në Tiranë, patjetër se shkojmë punë, gjëra të mia personale, dhe shumë gropa që çdo ditë thyenin dhe shkatronin disjet e makinës time dhe shumë përdorues të tjerë, u mbyllën nga kjo Giro d'Italia që u bë. Pra, unë mendoj që janë disa gjëra që mund të rregullohen shumë lehtë dhe shumë bukur, po thjesht vullneti, se ja kur vin këto ciklistët e Giro d'Italia, që të dukemi mirë në sytë e kamerave ndërkombëtare dhe që këto mos të thyrin qafën të shkretët, ato gropa të mbyllën. Kështu që nëse do të diskutojmë pas pak, do të lë të kot mendosh gjatë reklamave, nëse ti do të ishe ministri i turizmit, çfarë do të bëje, një plan të mirë se si të përmirësoje turizmin që lidhet pastaj në mënyrë direkte dhe indirekte me vendet e punës dhe sjell më shumë para. Shkojmë fillimisht në reklamë. Leave me alone, na rikthen sërish në Live from Tirana, 11:35 eksakte në këto momente dhe vazhdojmë të jemi në studio me Arber Xhihani dhe përpara se të shkëputeshim në reklama, unë të dash kohën e mjaftueshme të mendoje një plan projekt ku nëse ti do të ishe ministër turizmi, cili do të ishte plani jot perfekt, ideal për të shpalosur, për të investuar në këtë sektor kaq shumë të rëndësishëm të fitimeve të Shqipërisë dhe jo të Shqipërisë, pra, që kjo gjëja pastaj të lidhet ngushtë me përmirësimin e vendeve të punës. Çfarë do të bëhet ti, Arber? Mendoj se një ndër problematikat kryesore që ka turizmi në Shqipëri është standardizimi i strukturave akomoduese aktualisht. Ti shkon në një hotel i reklamuar me 4 apo 5 yje, ndërkohë që shërbimi është shumë më i ulët apo dhe në të vërtetë ajo që mund të ofrojë struktura është shumë më pak. Dhe mendoj se kjo është një ndër problematikat që është hasur shpesh edhe nga review-t apo ankesat që kanë pasur dhe turistët. Mendoj edhe në vitin 2020 kam ndjetur dhe një fushat auditimesh të hoteleve dhe pikërisht kjo ishte ndër problematikat kryesore mbi kushtet fizike apo kushtet e sigurisë që të ofronin strukturat akomoduese apo hotelet në Shqipëri nuk ishin realisht ato që shfaqeshin apo reklamoheshin në bazë të klasifikimit. Kështu që mendoj se në të vërtetë kjo duhet të jetë një fushat shumë e gjerë, të cilët duhet të ndërmerret dhe do duhet që të rregullohet qoftë nga ana legjislative, por edhe nga ana praktike me strukturat aktuale. Tjetër, ka që plani jot? Po tani nëse do t'i shpalosim gjithë, kam frikë se mos na vije ftesa për të bashkëpunuar. Do të ishte kur e vepër, po nuk mendoj që jo, normalisht infrastruktura ka pasur përmirësime dhe lidhet ngushtë me ato çfarë mund të ofrojë Shqipëria turistëve, sepse do duhet që dhe turistët të kenë akses në këto vende që ato duan të vizitojnë. Nuk mjafton që të vish në aeroportin e Tiranës dhe të marrësh një rent të car, por do duhet që të kesh dhe alternativa të transportit publik, të cilat të mundsojnë që të arrish çdo pikë të Shqipërisë dhe mos kufizohet vetëm me transportin publik në Tiranë apo në Durrës. Mendoj se Ministria e Mjedisit do duhet gjithashtu që të kujdeset për sa i përket pastërtisë së zonave turistike. Është një problem që ne po e hasim edhe në qytete, jo më në vendet bregdetare dhe sidomos me numrin kaq të shtuar në një har kohor të ngushtë, e cila e bën akoma më problematike që të mirëmbahen këto vende dhe të qëndrojnë në ato kushte të pastra të cilët duhet të jenë. Arber, flitet shpesh në fakt për mungesë standardesh dhe trajtimi jo korrekt i punonjësve sezonal gjatë verës, qoftë nga ana e tyre që japin punë, e qoftë nga ana e tyre që marrin punë. Pra, një marrëdhënie që shpesh herë nuk shkon mirë, por që pasohet pastaj në pakënaqësi të klientëve, qofshin këto poshues shqiptar apo poshues të huaj. Si mund të rregullohet kjo gjëja? Ti e ceke pak në planin tënd, po si mund të bëhet më mirë për të mos dëmtuar? Do duhet që së pari të ketë pikërisht një arsim më të orientuar dhe më të zhvilluar për sa i përket sektorit profesional dhe sidomos asaj që lidhet me turizmin, pasi kjo do ta parapërgatiste atë
individ I cili dëshiron të angazhohet në sektorin e turizmit. Gjithashtu sipërmarrjet aktualisht të ndeshura me vështirësinë që çdo vit do duhet të rinovojnë stafin e tyre, I sjell problematika në ofrimin e shërbimit dhe nëse ato angazhohen për të siguruar një marrëdhënie punësimi të qëndrueshme me stafit, të sigurojnë trajnimet e përshtatshme për ta përgatitur qoftë edhe për sezonin veror, mendoj se nuk do të kenë të njëjtën problematik vitin që vjen, pasi dhe stafi do ta mirëmendoj qëndrimin në këtë sipërmarrje shqiptare apo struktura akomoduese më afatgjat, nuk do të jetë aty vetëm për të kaluar sezonin turistik apo si një punësim sezonal, por do ta mendoj të qëndrojnë atë marrëdhënie punësimi edhe në sezonin që vjen. Dhe pikërisht implementimi I këtyre standardeve apo dhe trajnimet e vazhdueshme të punonjësit do të rrisë cilësinë e kushteve, cilësinë e shërbimit që ofron struktura akomoduese që normalisht do të përkthehet edhe në fitim prurës, pasi do të ketë turistë të shtuar, të cilët do të mbeten të kënaqur dhe rritet mundësia e rikthimit të tyre në vitin që vjen. Besoj që do të jetë hasur që shumë të rinj që ne njohim që punojnë në Tiranë në restorante apo në linjën e hoteleve, gjatë verës, ose më saktë kanë nisur të largohen drejt jugut për të punuar në këtë punë sezonale. Mirë po, nuk duhet harruar që gjithashtu Tirana është një vend që vizitohet gjatë 12 muajve të vitit nga turistë që kanë çfarë vizitojnë në Tiranë. Kjo gjëja e dëmton pak shërbimin në Tiranë gjatë verës, duke qenë se më të mirët kamarierët më me eksperiencë apo ku di unë, largohen drejt jugut për më shumë para. Disi është një mungesë. Unë e shoh të lokali lagjes me kupi kafe në mëngjesit. Ato kamarierët e hershëm aty më të mirët, më të vjetrit, tani nuk janë më, kanë ikur në jug. Absolutisht atje kanë fitime ekonomike më të larta sepse dhe pagat po shkojnë në nivele të cilët ishin të paimagjinueshme më herët. Por mendoj se po shtohet edhe fakti që në jug tashmë po hapen sipërmarrja apo deg të disa brendeve apo lokaleve që ndodhen dhe në Tiranë apo në Durrës dhe normalisht ka dhe lëvizje të brendshme të stafit të cilët bëhen midis pikave që ato kanë në vende të ndryshme në jug apo në Tiranë. Mendoj se të gjithë turistët të cilët vinë në Tiranë, normalisht numri I turistëve në Tiranë është shumë I madh dhe I shtrirë në 12 muajt të vitit, por fokusin kryesor gjatë sezonit veror e kanë qëndrimin e shkurtër në Tiranë dhe më pas lëvizjen drejt Bregdetit, kështu që disi është e ekuilibruar dhe lëvizja e turistëve njësi lëvizja e punonjësve. Cekim bashkë edhe diçka tjetër që nuk fletet shumë në fakt, por ka të rinj që e bëjnë shumë si profesion edhe në qoftë se vitet e fundit ato që punonin më shumë gjatë verës nga ana artistike ishin këngëtarët, së fundmi fatmirësisht në Shqipëri është futur edhe kultura e performuesve të DJ-ve, duke qenë se edhe DJ të huaj vijnë tashmë shumë në Shqipëri, por edhe DJ të vendas. Gjë e mirë kjo për ato që punojnë si DJ? Me patjetër. Besoj po. Me patjetër do të shtohet angazhimi I tyre dhe se jo dhe përfitimet ekonomike janë shumë sepse është një profesion që punon gjatë verës. Absolutisht, dhe normalisht ti nuk mund të bësh në të njëjtën kohë dhe një angazhim tjetër profesional, pasi DJ kryesisht është në orët e vona të natës dhe pikërisht kjo ishte dhe moto e publikuar dhe nga Ministria e Ekonomisë në mos gaboj, punon në jug natën dhe ditën pusho ose punon në jug natën dhe ditën bën një angazhim tjetër profesional. Kështu që të mundson dhe të jep mundësinë që sezoni turistik të kombinohet bashkë me një angazhim tjetër profesional për këdo dhe të ketë pse jo të ardhura më të larta. Patjetër, sidomos pastaj kur këto këngët I luan Danko DJ aty në resortet e jugut, bëhet akoma më bukur. Mirë. Besoj kemi mbërritur në fund kemi rritur në fund të intervistës, duke falenderuar shumë Arber Xhihanin që ishte sot me ne në Live from Tirana. Ti do të lëvizësh në fundjavë? Këtë fundjavë me patjetër, shqyr që havi dhe kohë. Koha ka hapur edhe besoj që shumica shqiptarëve sot do të marrin makinën e do të ikin në jug, por edhe në veri të Shqipërisë, sidomos me këtë rrugën e re nga Lezhë në Velipoj, në Mosgaboj. Shëngjin Velipoj, nuk e kam provuar ende, por kam parë rilsa që është bërë virale ndërkombëtare, e quajtur si një nga rrugët më të bukura në Shqipëri, por dhe jo vetëm, kështu që keni çfarë vizitoni, qoftë në veri apo qoftë në jug të Shqipërisë. Të uroj një fundjavë të bukur. Gjithashtu, faleminderit për ftuesën. Mirë, ne shkëputim këtu për pak minuta reklama, rikthehemi pas pak në Live from Tirana.